Përshëndetje gjithë atyre që na ndiqnin në Time Media, në kanalin ton zyrtar në YouTube, në bibliotekën ton virtuale dhe në të gjitha rrjetet tona sociale. Në vazhdimsi të virtytit të institucionit të njohim prindërit tanë, Talking and Learning with Parents, sot me shumë kënaqësi kemi të ftuar në institucion ose kemi të ftuar në shtëpi një antare nga komuniteti i prindërve, e cila ka ardhur për t'ju përgjigjur të gjitha pyetjeve tona. Siç dihet, këto bashkëbisedime bëhen dhe me praninë e një grupi të nxënësve nga grup mosha të ndryshme për të mësuar dhe për të marrë sa më shumë këshilla. Kemi sot të ftuar në institucion zonjën Anisa Xhaferi. Shumë faleminderit Anisa që erdhe në Time Center. Tani për të gjithë ata që na ndjekin për herë të parë, po edhe për ty, më duhet të bëj një shpjegim paraprak. Kjo është një seri formash, aktivitetesh ekstrakurrikulare në formë podcasti dhe në formulat e komunikimit publik që nuk përfshin linjën kurrikulare apo mendimin e institucionit. Çfarë dua të them? Ne kemi një parim, nuk ka pyetje të gabuara, nuk ka pyetje të shëmtuara, ka përgjigje të gabuara, nuk ka pyetje të gatshme, ne bëjmë çdo pyetje që do na vi momentalisht dhe çdo gjë që ne dy personazhet madhor themi këtu, jo domosdoshmërisht personifikon linjën dhe mendimin e kurrikulës së institucionit. Është thjesht një mendim dhe përgjegjësi e pavarur dy personash. Shumë faleminderit edhe një herë që erdhe në Time Center. Për ndonjë pyetje që nuk të pëlqen, ke gjithë drejtën mos përgjigjesh. Besoj na jep dakordsin. Atëherë, për të gjithë ata që nuk të njohin, edhe për fëmijët, kush je dhe me çfarë merresh? Atëherë, në radhë të parë, unë dua t'ju falenderoj për ftesën. Është një kënaqësi për mua që të vi sot këtu, ndryshe nga këto 5 vitet e mëparshme që kam ardhur për mbledhje me prindrit, që kam ardhur për të sjellë Joelin këtu apo për të marrë Joelin. Këtu kemi ardhur sot për një bashkëbisedim dhe për mua është shumë kënaqësi që t'ju takoj juve përsëri dhe të gjithë fëmijët që janë këtu. Unë jam Anisa Xhaferi, jam mami Joelit dhe Jairës, që shumë shpejt ju do një që i kemi këtu mbrapa në institucionin tuaj. Jam njëkohësisht jam dhe profesioniste e shëndetit publik, me profesion profesioniste e shëndetit publik, po unë në një institucion shëndetësor, ku si fokus kryesor kemi parandalimin e sëmundjeve dhe të gjitha aktiviteteve të tjera që lidhen me një jetë të shëndetshme. Ke lindur në qytetin e? Unë jam në qytetin e Poliçanit, jam nga Skrapari, jam 36 vjeç dhe kam kryer studimet në Universitetin e Mjekësisë për shëndet publik dhe që prej anëtere kam kryer aktivitetin tim si një specialiste e shëndetit publik. Dhe njëkohësisht jam dhe pedagoge jashtme në universitet ku merrem me lëndën e menaxhimit të dhënave shëndetësore së sëmundjet infektive. Si ka qenë fëmijëria jote? Unë kam kujtime shumë të bukura nga fëmijëria ime. Ka qenë në vite shumë të bukura dhe ka qenë një fëmijëri ndryshe nga fëmijëria e fëmijëve të sotëm. Unë mund të kujtoj shumë gjëra, por do të duhen shumë ditë që ne t'i sqarojmë dhe t'ua shpjegojmë që fëmijët të kuptojmë si kemi qenë ne fëmijë dhe si janë tani fëmijët e tanishëm. Ne kujtimi më i bukur që ke? Lërat e shumta. Lërat e shumta në natyrë. Lërat e shumta në natyrë, lërat e shumta në ambient, dhe atë zërin e mamës që gjithmonë na triste për të ardhur në shtëpi, jo për të na nxjerrë nga shtëpia. Po hajde se shkoj vonë, hajdeni se shkoj vonë, dhe shumë kujtime të cilat lidhen kryesisht me natyrën dhe me mjedisin e jashtëm. Sot beson se është më pak, është komplet e kundërta. Është absolutisht e kundërta. Dhe ne në moshën që kemi kryesisht kujtimet tani lidhi me mjediset e brendshme të mbyllura, por dhe fëmijët në ditët e sotme, kryesisht për shkak të stilit të jetesës, nuk kanë të njëjtën fëmijëri që kemi patur ne më para. Ëndra më madhe që kishe kur ishe e vogël? Ëndra më madhe kanë qenë që unë të bësha mjeke kliniciste. Por nuk e arrita do të bësh mjeke kliniciste dhe të zgjodha diçka tjetër, por në fushën e mjekësisë, por jo mjeke kliniciste. Je po ke fusha e shëndetit. Fusha e shëndetit, por jo mjeke kliniciste. Si ka qenë marrëdhënia? Kush kanë qenë pasionet e tua e vogël? Pasionet
mbaj mend që pasionet më të mëdha të mia kanë qenë të lexoja, por në ato vite ne kemi patur një bibliotekë shumë simbolike në shkollën tonë dhe krahasuar me fëmijët e ditëve të sotme që në shtëpi kanë një bibliotekë të mirëfillt, ne mundoheshim dhe shkëmbenin libra me shokët, me shoqet për të arritur të lexuar diçka, ka qenë të lexoja dhe patjetër të kryeja ndoshta disa lojrash, aktivitetesh që ndoshta në atë zonën ku kanë mbitur dhe janë mbitur unë nuk ishte e mundur siç mund të ishte në Tiranë apo në zona të tjera më urbane. Pastaj kush ishte zgjedhja e parë që bëre më njëherë sapo mbyllë adoleshencën? Objektivi i parë që i the vetes. Objektivi i parë e mbaj mend ka qenë që në atë kohë unë të arrija diçka. Pra doja që të arrija diçka dhe të bëhesha dikush në jetën time. Dhe atëherë qëllimi kryesor ka qenë që dhe që i vendosa vetes time ishte që unë duhet të mësoja shumë. Dhe realisht kam qenë një nxënëse e mirë, jam përpjekur shumë, kam qenë një nxënëse sistematike, prandaj do fëmijët e mi këshilloj shumë në ditët e sotme, sepse ti je sistematik, është gjëja më e mirë që virtyti më i mirë që një njeri mund të ketë. Kam qenë shumë sistematike dhe për të arritur të gjitha gjërat vet. Pra u përpoqja që të mbaroja një universitet me nota të mira dhe të bëhesha dikush në jetë. Sa e rëndësishme është shkolla për ne në jetë? Atëherë, këtë mund ta shohim në dy këndvështrime, por patjetër sistemi arsimor të jep baza dhe të vendos gur themeli shumë të rëndësishëm, që ti ndoshta nuk e arrin dot në një formë tjetër. Por patjetër që arsimimi, shkolla, njohja, informacioni, njohuritë që fiton gjatë gjithë kësaj shkolle, miqësitë, shoqëritë, të gjitha së bashku të krijojnë dhe të japin një formën e një njeriu të mirëfillt, një njeriu perfekt, një njeriu. Ndoshta perfekt është një fjalë shumë e madhe, por një njeriu që ti ketë të gjitha virtytet për të qenë dikush në jetë. Se që ke lexuar libra. Në këtë intervistë do ta ndajmë në 3 pjesë. Pjesa e parë unë do të bëj disa pyetje të përgjithshme, pa kaluar ke profesioni dhe pastaj do të kemi pyetjet e fëmijëve dhe do doja të na jepi se që je profesioniste e shëndetit publik, punon profesioniste e shëndetit publik. Po jetojmë në një stin të nxehtë dhe do doja të na jepi disa këshilla se si duhet veprojmë ne ose çfarë duhet kemi ne parasysh për shëndetin publik. Por gjithmonë mendimin tënd personal, po pak më poshtë. Se që lexoje shumë libra, sa i rëndësishëm është libri në Por unë mendoj që të lexosh një libër është shumë i rëndësishëm, sepse ndoshta fëmijët tani nuk e kuptojnë dhe kur ne ju themi shpeshherë që lexoni libra, ata nuk e kuptojnë, por është shumë i rëndësishëm sepse libri në vetvete të pasuron me një fjalor. Pra minimumi duke lexuar një libër mund të mësojmë disa fjalë të reja, të cilat ne na ndihmojnë të artikulohemi, na ndihmojnë të shprehemi dhe na ndihmojnë që ta themi të gjitha të mendimin tonë që kemi në formën më të bukur të mundshme dhe të tjerët ta kuptojnë më mirë atë çka ne duam të themi. Pra librat janë shumë të rëndësishëm për të lexuar. Vazhdon të lexosh sot? Vazhdoj të lexoj, ndoshta jo ashtu saç duhet, ndoshta jo ashtu si duhet, por mundohem që të lexoj, meqense si një ndër pasionet e mia të vjetra që kam patur. Tani rradha juaj për pyetje. Rregulli i pyetjeve është i tillë, ju e dini, ngrem dorën, bëjmë pyetjen, dëgjojmë përgjigjen, pastaj bëjmë pyetjen tjetër. Kush do filloj pari? Tani si me jo Elin. Unë di se ti ke udhëtuar në profesionin që ke udhëtuar në botë, a mund të thuash, a mund të ndash një ndër eksperiencat që ti ke provuar? Për shkak të angazhimit tim profesional, 2-3 vitet e fundit mua më është dashur që të udhëtoj në lidhje me një trajnim të cilin kam ndjekur dhe mund të them që të udhëtosh është gjëja më e bukur që mund të ndodhi njeriu, sepse në të njëjtën kohë ti fiton shumë kujtime, shumë informacione, krijon një network ose krijon shoqëri me persona që ndoshta në kushte të tjera nuk do të ishte krijuar mundësia ti njihje apo të mbaje kontakte. Dhe her pas here aty në atë sirtarin e kujtimeve ke gjëra që do të të pëlqenin ti kujtoje edhe pas 10-15 vjetësh apo kur unë të jem në një moshë tjetër më të madhe. Eksperiencat janë të pafundme, por ajo që të ngelet është ajo që ti mendon dhe kujton që shef ke shkelur në disa vende që ndoshta në kushte të tjera nuk do të mund të shifje. Po, Amari. Të pëlqen më shumë të udhëtosh? Mua më pëlqen më shumë të udhëtoj në ato vende që kam kuptuar diçka, që në një vend që kam qenë një herë.
Dhe kur shkoj për herën e dytë, më duket sikur e shijoj më shumë atë vend, më duket sikur e kam më familjar atë vendin dhe e kam më shumë qejf që të përsëris të njëjtin udhëtim në një vend që kam qenë më parë. Dhe patjetër, të jem me familjen, me fëmijët, të gjithë bashkë. Shteti i fundit ishte Spanja. Po, Barcelona. Përshtypjet për Spanjën? Përshtypjet për Spanjën janë, është një shtet në të cilin ne ndihemi mirë me atë idenë që janë njerëz social, njerëz të dashur, ashtu siç kemi dhe ne natyrën si njerëz shumë Kemi shumë ngjashmëri. Kemi ngjashmëri dhe është një vend që do ta preferonin krahasuar me vendet nordike, për shembull, që janë pak ndryshe nga ato që ne jemi mësuar të jetojmë. Po, kush e kishte pyetur? Po. Çfarë punë bën ti? Unë punoj zemra në një institucion shëndetësor, ku ne atje kemi si qëllim dhe merremi kryesisht me parandalimin e sëmundjeve, sepse ju duhet ta dini që shumë e rëndësishme është që ne të gjitha gjërat ti parandalojmë se sa ti trajtojmë ose ti mjekojmë. Pra, është mirë që të bëjmë një stil jetese të shëndetshme. Ne faktikisht jemi shumë kurioz të të njohim si prind dhe të kemi thritur si prind. Pra, me të respektin për profesionin dhe je profesioniste e fushës. Do doja të na jepje vetëm disa këshilla si profesioniste e fushës dhe më shumë të kanalizoheshim ke ajo që të kemi thritur. Të kemi thritur si prind. Duam të zbulojmë si është mami në pyetjet e forta. Pra, nuk jemi te pjesa e profesionit. Nuk kemi thritur si profesioniste e fushës, megjithatë me që nuk janë kurreshtjet shumë për profesionin, do doja të na jepje disa këshilla si për shëndetin publik. Unë jam shumë kurioze dhe më bëhet shumë qefi që fëmijët pyesin edhe për profesionin, që kjo tregon që ata janë të interesuar dhe kanë në të ardhmen objektiva të qartë për atë që duan të arrijnë në jetë. Pra mua më bëhet shumë qefi që fëmijët këtu pyesin dhe interesohen për këtë. Tani nëse do ftoj mua, kolegët e mi, profesionistë të shëndetit publik, do të duaj shumë gjatë që të flisim me ta, sepse është një fushë shumë e gjerë dhe ka shumë gjëra për të diskutuar. Qëllimi kryesor është që të gjithë së bashku të bëjmë një jetë të shëndetshme. Jeta e shëndetshme do të thotë që në vogëli duhet të ushqehemi shëndetshëm. Të gjithë fëmijët këtu duhet të dëgjojnë prindrit, duhet të dëgjojnë mamat që të ushqehen shëndetshëm, me ushqime që gatuhen në shtëpi, të reduktojnë konsumimin e sheqernave, produkteve të përpunuara, sepse ndoshta tani nuk e kuptojnë, janë të vegjël, por në të ardhmen kur të rriten, kur të bëhen në moshën tonë, ndoshta më të mëdhenj, do ta shohin dhe do ta kuptojnë që duhet të ishin sjell pak më ndryshe. Pra, mamat kur insistojnë dhe ju thonë që duhet hani supën, duhet të hani gjellën, i thonë këto për të mirën tuaj në mënyrë të tillë që të rriteni shëndetshëm. Pastaj, ka dhe gjëra të tjera të cilat lidhen me mjedisin, lidhen me ambientin që ne jetojmë dhe duhet të kemi kujdes për shumë gjëra. Për shembull, duhet të kemi kujdes që në ditët e nxehta duhet të kemi parasysh disa gjëra, si ju që jeni fëmijë, si prindrit që keni në shtëpi, si gjyshërit. Për shembull, nuk duhet të ekspozohemi në diell në ato temperaturat e larta, duhet të rrim në ambiente të freskëta, duhet të dalim të luajmë me shokut, jo në pikun e diellit, në pikun e vapës. Pra duhet t'i shohim, në orët e para të paradites, në orët e mbasdites, në të njëjtën kohë dhe kur shkojmë në plazh, për shembull, duhet të mundohemi të mos ekspozohemi në gjatë kohës së diellit kur është i fortë, duhet të pim lëngje sa më shumë, duhet të ushqehemi shëndetshëm. Dhe kjo gjë vlen edhe për prindrit që keni në shtëpi, edhe për gjyshërit dhe për gjyshat që keni në shtëpi. Po për grup moshat e mëdha që na ndjekin, si duhet sillemi në stinën e vapës? Në stinën e verës, pra në këtë nxehtësi të madhe, se po jetojmë ditë shumë të nxehta. Kohët e fundit jemi marrë me çështje të tilla, por ajo që është rëndësishme është mos ekspozimi në diell. Të paktën nga ora 11 paradite deri në orën 6 pasdite nuk duhet të ekspozohen në diell, duhet të rinë në ambiente të freskëta, konsumimi lëngjeve, edhe në momentin kur nuk dim për shembull etje duhet të pimë sa më shumë ujë, duhet të kemi kujdes për personat që të rinë në ambiente të freskëta, pra të ndjekin disa rregulla të cilat e ndihmojnë trupin e tyre. A ka një rregull bazë apo është mit kjo që të paktën 3 litra ujë në ditë? Ka një rregull bazë? Ajo varet pastaj. Tani është më tepër si çështje klinike, duhet hym në aspekte klinike që ndoshta profesionistë të tjerë i trajtojnë dhe i dinë më mirë, por e rëndësishme është që ne duhet të konsumojmë lëngje, duhet të konsumojmë ujë her pas here në mënyrë të tillë që ta ndihmojmë organizmin tonë ta ketë sa më të lehtë të gjithë aktivitetin e tij. Pra, shkurtimisht, duhet mos ekspozohemi në diell dhe duhet konsumojmë sa më shumë lëngje. Po. Kalojmë ke pyetjet e tjera. Po jo Eli, prap.
Po jo Eli pas ka pyetje më të mëdha për mamin. Po jo Eli. Po jo Eli. Nëse doktoratura nuk do të ishte një ndër degët që ti do të kisha ndjekur ose nuk do ta kisha arritur. Shëndeti publik, Po, domethënë. Shëndeti publik. cilat do të ishte degat atje? E thash që në fillim, që unë kam patur pasionin im më i madh kanë qenë që të bëhesha mjeke kliniciste. Mjekësia në aspektin e mjekësisë. Patjetër do kisha qejf që të bëhesha mësuese për shembull, sepse një ndër pikët e mia të karakterit shumë e fortë është marrëdhënia me njerëzit. Unë jam, domethënë, tip social që kam shumë qejf të bashkëpunoj me njerëzit, të kem marrëdhënie me njerëzit, dhe ajo që do më pëlqente që do merresha dhe të punoja me fëmijët. E di çfarë ndodh, kemi pasur në institucion shumë mjek apo profesionistë të fushës së shëndetit publik apo mjekësisë, dhe gjithë kanë një farë ëndre të dytë mjekësinë, mësuesinë. Pra kanë shumë ngjashmëri mjekësia me mësuesinë, janë shumë të ngjashme. Kjo duhet parë, nëse do thoja do flisja nga ana e profesionit, këtu do shihni nëse kishte ndonjë lidhje signifikante midis këtyre të dy faktorëve, faktit të bërit mjek apo të bërit mësues, po ndoshta dhe që lidhente me idenë dhe ato pasionin për të patur kontakt me njerëzit, për të ndihmuar njerëzit, për të qenë në marrëdhënie me njerëzit. Ndoshta kjo është arsyeja përderisa. Kemi pyetje tjera apo aty në fund është një gjë që kanë hyrë dorën. Po. Ashtu në fund. Vazhdojmë, kush e ka pyetjen tjetër? Mirë, sa ta mendoni pyetjen, e dini rregullin, mund bëni pyetjen, ngreni dorën, pyetje po shpirt. Ushqimi im i preferuar? Ushqimi im i preferuar janë këto byrekët dhe lakrorët, siç i bëjnë mamat në shtëpi. Po shumë brumra nuk duhet të ham, duhet të ham ato perimet, por me thënë të drejtën më pëlqejnë pak. Mua më pëlqen shumë supa. Supa, po bravo. Kjo tregon që ti po ushqesh shëndetshëm dhe bën shumë mirë që të pëlqen supa, sepse do bëhesh e fortë, do bëhesh e gjatë dhe bukurosha kur të rritesh. Do kesh një trup të shëndetshëm. A ke një këshill për të gjithë prindërit që na ndjekin? Një këshill, një mendim, një sugjerim, Unë mendoj që prindërimi për mendimin tim toni nuk ka një formulë të caktuar. Nuk ka receta. Nuk ka recetë. Në ditët e sotme ndryshon në varësi të fëmijës, në varësi të prindrit, në varësi të mjedisit, në varësi të ambientit në të cilin jetojmë. Por, ajo që do thoja unë si prind dhe me këtë eksperiencën 12 vjeçare të të qenit prind, unë mendoj atë që ne vërtet duhet i trajtojmë fëmijët, duhet i mbështesim patjetër dhe duhet i kuptojmë, duhet i dëgjojmë. Vërtet ne jemi prindër, por në rast të parë duhet i dëgjojmë çdo lloj mendimi që fëmijët tanë kanë. Dhe pasi ti dëgjojmë, dhe fëmijët, dhe duhet ta kemi parasysh që vërtet mund t'i bëjmë shok, vërtet mund të krijojmë një marrëdhënie shumë të ngushtë me fëmijët, por në asnjë moment askush nuk duhet të harrojë në të dyja palët kush është prindi dhe kush është fëmia. Ndoshta është e lehtë për ta menaxhuar një situatë të tillë kur fëmijët janë në një moshë shumë të vogël, por pastaj fillon adoleshenca, kërkesat, nevojat janë të ndryshme dhe unë jam me idenë që ne në asnjë moment nuk duhet ta harrojmë rolin për të cilin kemi dhe detyrimet për të cilët kemi në jetë. E mban mend besoj çastin e parë kur u bëre prind. Si ishte emocioni i parë? Patjetër, ka qenë një ndjesie jashtëzakonshme, domethënë e kujtoj si sot atë ditën kur jo Eli, meqense ka qenë fëmia i parë ka ardhur në jetë, saqë në disa raste mendoja që si është e mundur, domethënë e meritoj unë një gjë të tillë sepse më duket fakti i të paturit një fëmijë më duket një arritje e jashtëzakonshme. Pra ne vërtet mund të jemi dikush, i bëjmë një punë, bëjmë ato detyrimet, kemi ato detyrimet tona, por asnjëherë nuk duhet të harrojmë që arritjet më të mëdha që kemi në jetë janë fëmijët. Dhurata më e bukur janë fëmijët. Dhurata patjetër, por dhe ajo arritja më e madhe që ne kemi realizuar në jetë, sepse për disa raste, në disa familje mund të jetë e lehtë fakti të paturit një fëmijë, për familje të tjera mund të jetë shumë e vështirë, për disa familje në disa raste është e pamundur, por veç kësaj është një arritje shumë e madhe dhe të rriturit të fëmijëve, përpjekjeve, sakrificave, dëshirës për të arritur dhe për të patur fëmijë në radhë të parë njerëz të mirë dhe pastaj profesionistë apo fëmijë që do arrin diçka në jetë. Ëndra më e madhe që ke si prind? Ëndra më e madhe që unë kam si prind, në radhë të parë është ajo që fëmijët e mi të bëjnë dikushin në jetë dhe unë të jem krenare për ata. Që ndoshta pas 5 vitesh, pas 10 vitesh, ose pas disa vitesh kur ne të jemi moshuar dhe të takohemi rastësisht dhe kur ti të më pyesësh si e kam jo Elin ose si e kam Ajrën, unë me krenari të them çfarë ata bëjnë në jetë. Kjo është arritja ime më e madhe, që do doja shumë
që në çdo moment të ndihesha e lumtur si unë, si familja ime, bashkëshorti im është në radhë. Kujtimi më i bukur që ke me fëmijët deri tani. Kujtimi më i bukur, ne zakonisht përpiqemi që të krijojmë kujtime me njëri tjetrin brenda mundësive që kemi për të udhëtuar ose për të krijuar aktivitete, lojra të ndryshme që mund të kemi me ata. Por gjëja më e bukur për shembull është kur kohët e shpenzuara që kalojmë së bashku, ose ato dëshirat në orën 10 të darkës për të bërë një kek, ose dëshirat për të bërë një ëmbëlsirë ose Pra sado e lodhur që mund të jesh ja plotson dëshirat. Në atë formë kur ti aty thua që tani mbyllet dita, do të mbyllim ditën, do të shtrihemi të flema, aty shikon që kërkohet diçka që duhet me patjetër të gjendur që të gjesh një mundësi dhe ta realizosh. Si është Anisa si mami? Tani pyetjen e kam për Anisën dhe pastaj do pyesim dhe fëmijët. Si është Anisa si mami në shtëpi? Anisa është Pra deri ku është mami, deri ku është shoqja, deri ku është mësuesja? Unë siç e thash më herët, më pëlqen shumë që rolin ta dim të dyja palët, ta di fëmia dhe ta di mami se cili është roli i njëri tjetrit. A je polici mirë apo polici keq? Domethënë varet nga Sipas situatës. Varet nga situata. Ka patur raste që janë dhe polici keq, kur për shembull Joeli mund të ketë dalë të jetë poshtë pallatit dhe ka harruar diçka që nuk e ka vënë në vendin e vet, e kam thirrur të vinë nga poshtë dhe ta vendosin në vend. Ama ka patur dhe raste kur e kam parë që ka qenë diçka e pa bërë, po kanë thënë që ka ndodhur për një arsye dhe mund të jetë lënë ashtu. Insistoj shumë që të jenë sistematik. Domethënë nuk dua ta dëgjoj atë fjalën që dëgjoj shpesh nga Joeli që thotë e di unë atë. Kur e pyes për diçka, për një mësim, për një gjë, po unë e di atë e kam bërë. Domethënë duhet ta dinë të gjithë fëmijët që nuk është vonë për të mësuar asnjëherë. Dhe kur të jesh në një moshë shumë të madhe, gjithmonë ka diçka për ta mësuar. Asnjëherë nuk do mendoni dhe nuk do kujtoni se e dini çdo gjë apo e dini gjithçka. Gjithmonë ka diçka për ta mësuar. Edhe unë para se të vija këtu, mundova që të lexoja diçka, se duke ditur që fëmijët e ditëve të sotme ju jeni shumë të zgjuar, doja që të isha e përgatitur. Dhe si je si mami? Mendoj se jam me raste jam pak e rreth, në ato raste kur duhet, në ato raste kur është e nevojshme, por unë si duket nga që lidhet dhe me natyrën time dhe me profesionin tim, jam shumë përkuese në aspektin e stilit të jetesës për sa i përket ushqyerjes, për sa i përket veshjes, për sa i përket aktivitetit fizik, pra gjëra që lidhen me këtë aspekt jam më tepër. Si ka qenë marrëdhënia juaj me prindrit? Dhe mund të bësh një dallim pra kur ishe fëmijë dhe marrëdhënien tënde me prindrit dhe sot je prind dhe marrëdhënia e fëmisë me ty. Pra ka një përplasje kulturash, është e njëjtë ambienci? Jo, nuk është e njëjta situatë tani, ka përplasje kulturash dhe mendoj se prindrit e mi ose më saktë përplasje brezash. Prindrit e mi ose prindrit e moshatarëve të mi, jam e sigurt që e kanë patur shumë më të lehtë prindërimin se sa ne në ditët e sotme. Ndoshta po ti pyesin prindrit tanë, ata nuk do thonë të njëjtën gjë, por unë duke qenë fëmia në atë brez dhe prindi në këtë brez, mendoj që është më e vështirë, sepse kërkesat atëherë kanë qenë shumë të vogla, po sakrificat më të mëdha. Ndërsa tani janë kërkesat shumë të mëdha dhe jenë në atë situatën që fëmijëve nuk duhet t'ju plotësosh tekat, por duhet t'ju plotësosh nevojat. Por fëmijët nuk e kuptojnë që të bëjnë atë dallimin, mua më pëlqen shumë sensi i masës, por për shkak të ambientit, situatës, për mjedisit, për çdo gjë, për ditët e sotme që ne jetojmë për shkak të teknologjisë, fëmijët nuk e kuptojnë sensin e masës, që do të thotë, duhet t'ju plotësojmë nevojat dhe jo tekat që ata kanë. Unë më mendoj se kur ne kemi qenë fëmijë nuk kemi patur teka. Ne kemi patur vetëm nevoja. Kemi patur kërkesa për nevoja. Tani sot fëmijët kjo ndodh se sot janë më të mbikëqur pra kanë mundësi të kenë më shumë informacion, kanë mundësi ta prekin gjithçka në një kohë shumë shpejt, bota është bërë shumë e vogël, ne kemi pasur më shumë imagjinata sepse ndoshta kishim më pak informacion. Po, dhe kjo është. Domethënë, ne ato gjëra që ne nuk kemi patur rrjete sociale, aksesi në internet ka qenë i kufizuar vetëm për çështje të caktuara që ne mund të kishim nevojë, ndërsa në ditët e sotme nga që informacionet janë të shumta, fëmijët nuk e kuptojnë që jo çdo gjë që ekziston që është në treg mund të jetë e prekshme, mund të jetë e nevojshme. Ne ato pak informacione që kemi patur, mund të kemi patur dhe të prekshme ato pak gjëra, dhe kemi patur dhe stilin e jetesës më të thjeshtë krahasuar. Më mirë atëherë apo tani? Tashi janë të dy anët e medaljes, mendoj tani. Edhe për atëre, ndoshta ne po të
kishim patur informacione të tjera ose akses në informacion më tepër, ndoshta do kishim dhe tani këtë informacionin e tepër që fëmijët kanë. Pra, është pak e vështirë për ta përcaktuar me thikë, them unë, nëse ka qenë më mirë atëherë apo nëse është më mirë tani. Gabimi është fjalë e madhe, po mundohesha të gjej një term tjetër faktikisht, po kush është gabimi më i madh, po e quaj gabimin që bëjnë prindërit sot? Unë mendoj se është termi dur gabimi, Toni, përderisa ne jemi njerëz, jemi qenie njerëzore, ne edhe gabime mund të bëjmë. Prindrit patjetër që bëjnë gabime, por bëjnë gabime duke u përpjekur për më të mirën për fëmijën e tyre, sepse të gjithë fëmijët duhet ta dinë që prindrit janë ata që përpiqen dhe i udhëzojnë dhe i tregojnë fëmijët për më të mirën e mundshme. Gabimet që ne bëjmë, atë që thash pak më herët, që jo çdo gjë, jo çdo tek e fëmijëve duhet të plotësohet. Duhet të vendosim, duhet të bëjmë një përzgjedhje, duhet të bëjmë një selektim dhe duhet të kemi parasysh, duhet të vendosim prioritete në mënyrë të tillë që dhe fëmijët të plotësohet prioritetet shkallë për ato për të cilat ata kanë më shumë. A janë bërë prindërit më të butë sot? Varet, Toni, ndoshta varet edhe nga prindi, varet nga familja, ndoshta edhe mund të jenë bërë më të butë, ndoshta në fillimin ose në vitet e para të jetës së fëmijëve, por pastaj kur kalojnë në adoleshencë është pak më e vështirë, mendoj, aty prindrit ndoshta përpiqen që të ndryshojnë pak stilin e prindërimit që kanë bërë supozojmë në 10 vitet e para të fëmijëve të tyre dhe ndryshojnë. Por mendoj po, në kohën e prindërve tanë, prindrit tanë kanë qenë më autoritar, të themi, krahasuar me ne në ditët e sotme, sepse ne mundohemi të krijojmë dhe atë rolin shoqëror me fëmijët. Më mirë apo më keq? Prap nuk e them dot një gjë të tillë. Prap nuk e ndajmë dot. Prap nuk e ndajmë dot sepse vërtet kanë qenë prindrit tan autoritar, por ne tani kujtojmë për shembull gjëra dhe themi që për diçka mund të na kishin lejuar, kanë qenë shumë autoritar, por është diçka që mund të na kishin lejuar. Pastaj mendojmë, po të na kishin lejuar për atë ndoshta do kërkonin diçka tjetër. Dhe kështu pastaj rrihet si në zinxhir gjëja dhe nuk mendoj se e ndajmë dot. Gjithsesi, prindrit gjithmonë duhet t'i duam shumë, e kemi thënë dhe unë ja them shpesh këtë në çdo bisedë që ne bëjmë, sepse ju për prindrit e juaj jeni drita e syrit, që do të thotë prindi për ju jeton dhe ka gjithçka e vlefshme e prindit, jeni vetëm ju. Kështu që prindit duhet ta duam gjithmonë dhe duhet ta vlerësojmë dhe të jemi gjithmonë mirënjohës dhe mbi të gjitha ta dëgjojmë. Edhe sikur mos na pëlqej ajo që thot, ta dëgjojmë. Pyetja, si është Anisa, mami Anisa ke shtëpia? Do përgjigjet Joeli, pastaj motra. Mami mund të jetë dhe polici keq dhe polici mirë, varet nga situata. Varet nga situata. Kush është ajo gjë që vlerëson më shumë ke mami? Gatimi. Gatimi. Do të provojmë. Kush është gjëja që të pëlqen më shumë te mami, apo kemi turp? E do mamin fort. Mirë. Jemi te faza turpit ne akoma. Ka një pyetje tjetër? Po, Darsen, pastaj Dajma. Mirë, më që u kthem te Dajma. Se ne kemi vendosur kështu që të jemi ne në mesa, pra kemi bërë një lojë virtuale sot. Ngjyra ime e preferuar është jeshilja. Më pëlqen shumë jeshilja sepse më kujton atë jeshilën e natyrës, të ambientit dhe më kujton atë fëmijërinë time që unë pjesën më të madhe të kohës e kam kaluar në natyrë. Sepse unë jam rritur atje, po jam rritur unë, ka qenë një fshat i vogël dhe atje ne kemi qenë gjithë kohën në natyrë dhe unë të gjitha kujtimet i kam me të ngjyrën jeshile të bukur. Po, Darsen. Është lënda jote e preferuar. Lënda ime e preferuar ka qenë kryesisht biologjia dhe kimia. Kanë qenë lëndët që më kanë pëlqyer shumë. Prandaj dhe kam patur shumë qejf fushën e mjekësisë dhe doja që të isha në fushën e mjekësisë. Dhe sepse kur fillon ti studiosh, realisht janë shumë të bukura. Tani ne Darsen është klase 4. Na shpjegosh pak çfarë është kimia? Ndoshta ju duhet ta filloni në klasë 7, në klasë 6, diçka e tillë, filloni biologjin do ta filloni vitin tjetër në klasë 5. Këto të dyja këto lëndët janë biologjia, është kryesisht ajo lënda që lidhet me natyrën, me mjedisin, me Paka shumë që e kanë prekur ke dituria natyrës.
ndërsa kimia pastaj është një tjetër lëndë e cila lidhet kryesisht me elementët. Pra, ato siç studiojmë biologjinë në përgjithësi, kimia ne studiojmë të gjithë elementët, të gjithë mjedisin, si janë të lidhur ambienti, natyra, si është e lidhur me njëra tjetrën, kemi ato produktet aty pastaj që është shumë e bukur për të studiuar ato elementët karakteristik. Pyetje tjetër. Po, A ke pas motër? Unë kam vetëm një vlla dhe pengu, nëse Toni do më kishte pyetur si duket e harroj, cili është pengu më i madh në jetë, pengu im është që nuk kam një motër. Kam shumë qejf kur shoh rreth rrotull që kanë motra dhe vëllezër. Unë kam vetëm një vlla më të vogël, por do kisha shumë qejf për një motër. më mirë një familje me shumë fëmijë apo me pak fëmijë? Familje me shumë fëmijë, ndoshta do ishte më bukur Toni. Është më bukur. Familjet e mëdha Mua personalisht do më pëlqente që të kisha një familje ndoshta pak më të madhe, por prapë themi aty që për shkak të stilit të jetesës që ne bëjmë në ditët e sotme, në disa raste është e pamundur sepse ndoshta është nuk është e lehtë për të patur një fëmijë, por duhet të mendojmë dhe për t'i rritur, për t'i bërë njerëz të mirë, njerëz të jenë dikush në jetë dhe patjetër kjo do në rast të parë do ato për kushtimin fizik kohor, pastaj dhe gjëra të tjera që lidhen me mirëqenien e një fëmie. Po, Mari. Cili është sporti jot i preferuar? Sporti im i preferuar, unë do më pëlqente shumë që të isha një tip sportiv, po të them të drejtën nuk jam shumë tip sportiv. Ajo që unë bëj më shumë vetëm eci, nuk jam marrë me sporte të mirëfillta, por më pëlqen për shembull noti. Është një sport shumë i mirë që ju duhet ta keni parasysh, meqense dolëm te kjo temë dhe ndoshta unë harrova të thoja pak më herët, duhet ta keni parasysh që duhet të merreni me një sport. Çfarëdo lloj sporti qoftë ai, kur prindrit ju çojnë sipas mundësive në basketboll, në volejboll, në futboll, në not, në balet, vajza, është shumë e rëndësishme që të merreni me një aktivitet sportiv 2 ose 3 herë në javë. Po, shpirt. Sporti jot i preferuar? Unë nga që jam rritur, kur kam qenë e vogël, deri në moshën kur kam mbaruar klasën e 8, unë kam jetuar në një fshat të vogël, dhe atje kemi patur pothuajse të gjitha llojet e kafshëve. Dhe nga që jam rritur me praninë e të gjitha kafshëve, mund të them që nuk e kam atë pengun e të paturit një kafshë në jetë. Atje kemi patur macen, qenin, kemi patur kafshë të tjera. Por, për shembull, do të thoja që macet janë një ndër kafshët shumë të bukura që siç i keni qejf ju dhe mua. Emri i fshatit? Fshati është Barbullas. Është një fshat që po ta keni dëgjuar malin e Tomorit, është mali i dytë më i gjatë, më i lartë, më falni, në Shqipëri. Dhe fshati ku kam lindur dhe jam rritur unë, është më në rrës të malit të Tomorit. Dhe unë kur çohesha në mëngjes kisha malin e Tomorit kështu përballë. Është një peisazh shumë i bukur sepse unë kam qenë 3 herë në atë zonë, domethënë gjithë ajo pjesa është shumë e bukur. A shkon e viziton? Po unë prindrit aty kam akoma dhe shkojmë shpeshherë dhe fëmijët shkojnë her pas here në fshat dhe rrinë me gjyshin dhe me gjyshin. Po, pyetje tjetër? Po, jo Eli. Një vend turistik që të ka pëlqyer në votim. Këtë e kemi diskutuar. Për shembull, një ndër qytetet që mua më pëlqen më shumë dhe që do doja t'i kthesha përsëri është Valencia në Spanjë. Shkojmë ke Spanja shkojmë. Te kemi të përbashkët, se unë kam një farë simpatie shumë të madhe për Spanjën. Po. Kur ishe vogla, kishe ndonjë qef ose një ide që të jetoje jashtë shtetit kur të arritesh? Po, e kam patur, por jo kur kam qenë shumë e vogël. Këtë ide e kam patur kur kam qenë për shembull në universitet, kur kam qenë në shkollë të mesme, mendoja që duhet të mbaroj studimet dhe duhet të shikoj që të shkoj diku jashtë shtetit, të jetoj diku. Por nëse një gjë e bën me dëshirë, ju siguroj që dhe në vendin tënd ajo gjëja bëhet me shumë dëshirë dhe ti mund të bësh dikush në jetë edhe aty ku je, duke i vendosur objektiva të qarta vetes. Edhe 2 pyetjet e fundit. Po, Amari. Cili është shteti jot më i preferuar? Tashi, do me thënë duke menduar çfarë folëm deri tani, Spanja është një ndër ato vende, por unë gjithsesi këto gjëra i them, duke parë vetëm si turiste që kam shkuar në disa vende, sepse që të kesh preferenca, patjetër duhet të jetosh disa kohë në një vend, në mënyrë të tillë që të shohësh dhe stilin e jetesës. Por për 2-3 ditë, siç kam ndjenjur. Nëse flasim impakti parë. Po, Spanja. Po. Kush është lëngu jot i preferuar? Lëngu? Unë i kam shumë qef lëngjet e frutave, po nuk pi ato lëngjet me shisheve të përpunuara, pi ato lëngjet që shtrydhim në shtëpi, për shembull lëngu i portokallit është një ndër lëngjet që unë e kam shumë qef. Lëngu i mollës, bravo. Lëngjet në shtëpi janë shumë të mira. Po, Eli, pyet. Në qoftë se ti do të ishe një gjyshe ose një gjysh, çfarë do t'i vjen një qëllim vetes si të bëjë një për ose të mbesave tua?
Që do jesh shumë shpejt, sepse Me këto lloj pyetjesh, po duhet të përgatitem. Duhet përgatitesh. Po do ta kem parasysh. Ajo që duhet të kem parasysh është që nuk duhet t'i llastoj shumë. Kur mami nuk ju jep sheqer na fëmijëve ëmbëlsira për disa ditë, po e regjistrojmë këtë. po, Do ta shohim dhe mas disa vitesh. pas disa vitesh, që nuk duhet t'i llastojmë shumë. Duhet t'i mbështesim prindrit për disa objektiva që kemi vendosur për fëmijët. Se nënat e gjyshe duke i dashur shumë niprit dhe mbesat, ndonjëherë e shkelin këto rregulla që vendosin prindrit. Prandaj janë shumë të mira, prandaj duan fort. Ngelen, gjithsesi ngelen shumë të mirë. Dhe luma ata që i kanë nënat dhe gjyshrit rreth e rrotull. Po, do të kaloj te një pjesë tjetër. Je antare e komunitetit të prindërve, po dua të bëj disa pyetje drejt për drejta dhe dua përgjigjet ashtu siç ne kemi folur gjithmonë bashkë, sa më të drejt për drejta. E para, dua arsyen e parë se pse zgjodhet Time Center dhe mendimin e parë kur ke ardhur në Time Center. Në momentin që vendosëm për të sjellë Joelin në një after school, para se të vinin në Time Center, unë jam interesuar toni dhe kam parë në lagje apo rreth e rrotull institucione të tilla. Pas atyre çka u interesova, vendosa dhe solla Joelin prej 5 vitesh ka qenë këtu tek ju, sepse ajo që ne si familje, dhe unë këtu nuk flas vetëm në emrin tim, po flas edhe në emrin e bashkëshortit tim, sepse kemi diskutuar shpesh herë këtë. Të cilin e përshëndesim, po nuk e kemi përmendur deri tani. Ajo që ne kemi vlerësuar gjithmonë tek ju, tek institucioni juaj, është siguria e fëmijëve. Ne kemi qenë shumë të lumtur që ju në radhë të parë, vërtet jeni një institucion arsimor, por në radhë të parë keni patur objektiv dhe e keni parë fëmijët si individ dhe pastaj si nxënës. Që kjo për prindrit, për mendimin tim, është një arritje shumë e madhe. Sepse i keni parë si fëmijë, keni trajtuar si fëmijë dhe pastaj për të kaluar në aspektin institucional. Mendimi i parë në kontaktin e parë. Mendimi i parë në kontaktin e parë, kur e pash, kam kujtuar, thash këtu, më duket sikur më jeni dukur, si të gjithë bashkë si grup që ishit shumë të përkushtuar patjetër, por më duket sikur do ishit vetëm të fokusuar në aspektin institucional dhe në aspektin që lidhet me mësimin, me mësimdhënien, me detyrat dhe me këtë çështje. Dhe thash që këta do merren vetëm me anën mësimore, do interesohen vetëm për detyrat e fëmijëve, por duke parë më vonë që kur i shifnit fëmijët që ishit të lodhur i nxirrnit jashtë, duke i parë që ishit të ngarkuar i nxirrnit të bënin një xhiro rreth e rrotull, duke i parë që ishin të lodhur bënit një lojë edhe në rastet kur për shembull fëmijët mund të mos i kishin mbaruar detyrat. Pra kjo tregonte që ju interesoheshit edhe për anën emocionale të tyre, para te pastaj për edukimin, për detyrat që patjetër që janë shumë të rëndësishme dhe i keni mbyllur me sukses. Si të ka ecur ky mendim në 5 vjet? Po të them që ky mendim është i njëjti. Është i njëjti mendim sepse e filluam fillimisht me atë idenë si do ishte, por pastaj duke parë sigurinë, duke parë arritjen e fëmijëve, fëmijës tim në rast, përderisa po flas për fëmijën tim, duke parë me sa dëshirë vinte dhe ka ndonjur Joeli në këtë institucion, them që keni bërë gjën e mirë dhe ashtu siç duhet. Dhe do t'ja sugjeroja që edhe në vazhdim, nuk besoj se ka prind që mund të jetë kundër kësaj ides time, që fëmijët ashtu siç kanë nevojë të bëjnë të gjitha mësimet, të bëjnë të gjitha detyrat, kanë nevojë shumë që në një moment kur janë të ngarkuar dhe në mjediset tona të punës, në një moment kur jemi të ngarkuar, kemi nevojë të shohim pak dritë, kemi nevojë të dalim të marrim pak oksigjen, dhe kjo është shumë e rëndësishme në rendimentin. Si prind, si antare e komunitetit prindërve, sa e gjithë përfshirë je ndjerë, sa e përfshirë je ndjerë në institucion, sa e mirëpritur, sa e hapur, sa je dëgjuar në institucion? Absolutisht jam ndjerë gjithmonë e mirëpritur dhe mund të them që nuk kam asnjë ide apo mendim që mund ta kem patur dhe nuk kam patur mundësinë ta shpreh. Nuk kam patur mundësinë të diskutoj me ju, me zyshat e Joelit apo me persona të tjerë që kanë qenë të pranishëm dhe që janë të pranishëm në institucionin tuaj. Dhe më ngelet vetëm që t'ju vlerësoj toni dhe t'ju them faleminderit për gjithçka që keni bërë. Unë në 5 vjet nuk mendon që t'ju kem thënë një herë kur ka patur ndonjë ndryshim orari për shembull, t'ju kem thënë që ta merrnit më herët ose ta merrnit më vonë sepse keni qenë ju më para se unë të isha aty tek fëmia im. Nuk mbaj mend t'ju ke pyetur ndonjëherë nëse ka rënë shi, është lagur, është i lagur apo ka vap apo ka ftohtë, sepse ju jeni kujdesur mirëfill për gjitha këto çështje. Kritika më e madhe që do na bëje.
Kritika më e madhe, ashtu siç thash më herët që ne jemi prindër mund të bëjmë gabime dhe kritika ndonjëherë kanë nevojë. Unë nuk do të bëja kritik, por unë ajo që do kërkoja dhe duke parë si kam parë fëmijët në ditët e sotme, do t'ju kërkoja shumë që t'i ndërthurni mjedisin, ambientin dhe me aktivitetin e përditshëm që ata kanë. Unë mendoj se një 30 minutësh në ditë, gjatë orës që ata rinë në mjediset, në ambientet tuaja, një 30 minutësh në ditë jam e sigurt që nuk do të cënonte arritjet e fëmijëve, nuk do të cënonte mësimin e fëmijëve nëse ata do ta shpenzonin këtë kohë në mjedis, në natyrë, për diçka tjetër me njëri tjetrin. Jo me mësimet, 30 minuta në ditë do ishte ideale. Që po thuaj se kjo varet dhe nga kushtet, sepse kemi diskutuar shpesh me prindrit, varet gjithmonë dhe nga kushtet atmosferike, normalisht, dhe nga ngarkesa e procesit mësimor, sepse ne jemi të varur gjithmonë nga shkolla, në kuptimin e ngarkesës së procesit mësimor, po jemi munduar që ta bëjmë, por do ta bëjmë pak më shumë. Jemi munduar që të kemi atë kohën tonë të pushimit, kemi kohën e argëtimit në natyrë, por gjithmonë objektivi është që ta bëjmë për më shumë. Patjetër, sepse kjo gjë rrit dhe ndihmon dhe në përqendrimin e fëmijëve, ndihmon dhe përqendrimin e tyre. Pse do ta zgjidhje Time Center? Unë jam e sigurt që do ta zgjedhësh prapë, sepse ne fillojmë klasën e parë me vajzën vitin në shtator, shumë shpejt domethënë, dhe ta zgjidhja për të njëjtat çështje, sepse siguria në radhë të parë për çdo prind, për fëmijët është siguria është shumë e rëndësishme. Dhe ne kemi qenë shumë të kënaqur për sa i përket sigurisë, për sa i përket mirëqenies së fëmijës, dhe pastaj patjetër për sa i përket sistemit të organizimit që ju keni realizuar në mjediset tuaja, për sa i përket mësimdhënies së fëmijëve dhe arritjes së atyre detyrave që ata kanë patur nga institucioni arsimor. A ke një këshill për gjithë nxënësit, fëmijët, nxënësit, studentët, të gjithë ata që janë këtu dhe që na ndjekin? Një këshilla më e madhe është dhe që do thoja që fëmijët, domethënë, fëmijët të cilët dëgjojnë prindrit, janë fëmijët të cilët kanë arritjet më të mëdha në jetë. Pra patjetër duhet t'i dëgjojnë prindrit. Nuk ka prind që mund ta sugjerojë dhe këshillojë fëmijën e tij për diçka të gabuar në jetë. Pra, duhet t'i dëgjojnë që në një moment më vonë kur të rritemi, kur t'jeni më të rritur, të mos bëheni pishman për diçka që nuk e keni dëgjuar kur keni qenë më të vegjël. Duhet të lexoni, mundoni të lexoni me patjetër, ndoshta kjo e keni dëgjuar shumë, e dëgjoni nga mësuesit, e dëgjoni nga prindrit, nga njerëz rreth e rrotull, por është shumë e rëndësishme që t'i vendosni objektiva vetes dhe të lexoni. 10 minuta në ditë, 10 faqe në ditë do të thonë shumë nëse ne i mbledhim ditë për ditë. Flasim pak për marrëdhënien me bashkëshortin. Ne jemi për sa përket aspektit të fëmijëve, ne jemi komplet të profesioneve të ndryshëm. Në shoq punon në një sektor privat. Por për sa i përket aspektit të mirëritjes së fëmijëve, shpeshherë kemi dhe ne ato kontraditat tona që duhet apo nuk duhet. Kur bëhet njëri polici mirë, tjetri bëhet polici keq. Shpeshherë ndryshojmë ato rolet. Por e rëndësishme është që në fund të ditës mundohemi që të gjejmë një gjuhë të përbashkët, në radhë të parë për mirëritjen e fëmijëve dhe për çështje të tjera pastaj që mund të lidhen dhe me familjen në përgjithësi. Si ishte njoja? Po, njoja ka qenë shumë më herët, se nuk jemi më të vegjël tani, jemi rritur goxha. Ka qenë një njoje që fillimisht ka nisur si një njoje shoqërore dhe pastaj e kuptuam që mund të bëheshim familjar. Kujtimi më i bukur. Në aspektin me bashkëshortin gjithmonë. Se Joeli po dëgjon me shumë vëmendje. Kujtimi më i bukur mund të ketë qenë, patjetër që do thoja kur jemi bërë prindër për herë të parë. Po, dhe ajo është normale. Ka qenë, por ndoshta kjo mund të jetë për të gjithë prindrit. Pra gjithë ti pyesesh kur janë bërë prindër. Pra, përveç kësaj, kujtimi më i bukur. Më të bukur ai ka qenë, por kujtimet më të bukura mund të jenë ndoshta në ato në fillimet e njohjes, kur ne mundoheshim të njihni më shumë njëri tjetrin dhe të kuptoni më shumë nga njëri tjetri, ose kur kemi shpenzuar kohë në ato pak pushime të vogla që mund të kemi bërë në atë periudhë apo udhëtime të shkurtra që mund të kemi bërë në vende të ndryshme. Kemi një pyetje këtu për mamin dhe babin? Po. Ku u njohët? Në Tiranë jemi njohur këtu. Babi ka qenë këtu në Tiranë, mami ka qenë studente në atë kohë këtu dhe këtu jemi njohur. Jo ku në qytet.
Them ku në vendin. Në çfarë vend? A mban në vendin e parë? Ta rregullon profesori pyetjen. A mban në vendin e parë Po, ku kemi mund jeni qenë një në vendin e parë, kemi qenë në një ambient me shumë njerëz, në një ambient me goxha njerëz, dhe aty kemi filluar që njiheshim me njëri tjetrin. Fillimisht thjesht jemi prezantuar, në vazhdim pastaj jemi njohur më tepër. Aty ndoshta linden ato shkëndijat e para, por jo për të menduar për të patur një për të qenë familjar në të ardhmen, pra thjesht për si shoqëri fillimisht e pastaj më vonë ndryshuan gjërat. A e keni ndarë kujt i lindi shkëndija e parë? Apo ishte kështu me shikim të parë? Se hapin e parë nuk më bëj pyetjen kush e ka marrë, po Me siguri po batit. Me siguri me siguri batit. Kemi pyetje tjetër jo Eli? Kemi pyetje tjera? Atëre, të falenderoj shumë për gjithçka. Falenderoj në radhë parë si për gjithë komitetin e prindërve, po flasim personalisht për çdo moment që ke qenë e gjithë përfshirë në institucion dhe na ke qenë krah sa herë ne kemi pas nevojë. E para fare dhe më kryesorja, falenderimi është që bashkë me bashkëshortin na ke besuar fëmijët, që janë gjëja më me vlerë që ju keni, dhe shpresojmë ta kemi zbatuar atë që ne kemi si objektiv dhe moto, besimi juaj, përgjegjësia jonë. Shpresoj të kemi qenë përgjegjshëm dhe ta kemi justifikuar atë besim që na keni dhënë. Për këtë, në emër të institucionit, në emër të gjithë mësuesve, jam shumë mirënjohës dhe të them faleminderit. E dyta, për çdo gjë sa herë ne kemi pasur nevojë për mendime, për idera, për bashkëpunime, si dhe sot, ke qenë gjithmonë e gatshme dhe për këtë si ju, si gjithë prindërve jemi gjithmonë shumë mirënjohës. Presojmë që të bëjmë më të mirën sepse besimi juaj është përgjegjësia jonë. Po kam dhe merak të fundit. Je profesioniste e fushës. A ka një vlerësim për Time Centerin e parë me syrin e profesionistes? Në radhë të parë, ta filloj domethënë nga fillimi, unë ju falenderoj shumë, Toni, jam shumë falenderuese për ftesën, në radhë të parë, dhe për këtë iniciativën tuaj që jeni shumë të interesuar që në të njëjtën kohë të njihni dhe prindrit dhe këtu të gjithë bashkë të bëjmë një bisedë. Sepse institucioni nuk e bën një person i vetëm. Absolutisht, ne jemi shumë dhe ashtu siç ne ju besojmë fëmijët, na bëjt shumë qefi që dhe ju jeni të interesuar që të na njihni ne dhe të kuptoni më shumë se çfarë jemi në të vërtetë. Dhe patjetër që për mua është shumë e rëndësishme e gjithë mjedisi ku kemi qenë së bashku, që ju shpeshherë keni kërkuar mendim, keni kërkuar ide, kemi patur bashkëpunim, kemi diskutuar, kemi vendosur çfarë mund të ndryshohet, çfarë është mirë, çfarë është keq për të përmirësuar gjërat dhe për këtë jam shumë falenderuese. Dhe pastaj ajo që do thoja që siç e diskutova edhe më herët, unë patjetër që ju vlerësoj për të gjithë ambientin, për të gjithë mjedisin që keni ndërtuar për fëmijët, për të krijuar atyre një ambient sa më të përshtatshëm, dhe këshilla ime është ajo që unë jam pro mjedisit, pro natyrës, pro domethënë brenda mundësive tuaja, pa cënuar aspektin mësimor të fëmijëve, të krijoni një strukturë të tillë që me aq sa të jetë 20 minuta, 10 minuta, 15 minuta, ato do të thonë diçka për fëmijët. Pra t'i ndërthurni me mjedisin e jashtëm, me mjedisin e brendshëm, me ambientet e brendshme që ju keni. Të falenderoj për gjithçka. Time Center është shtëpia jonë. Unë e them gjithmonë dhe ne e themi gjithmonë që institucioni nuk e bën një njeri vetëm. Institucioni ka lindur nga 4 themelues, por institucionin e bën të gjitha hallkat, e bën të gjitha hallkat, e bën mësuesi, e bën burimet njerëzore, e bën nxënësi, fëmijët që janë të panegociueshmit tanë, e bën studentët, e bën prindrit, pra të gjithë duhet bëjmë më të mirën për fëmijët tanë. Pra duhet ta shohim si shtëpia jonë për të bërë më të mirën për fëmijët tanë, për kërkuar më të mirën për fëmijët tanë. Të falenderoj përgjithsisht, faleminderit për besimin dhe për gjithçka, faleminderit që erdhe sot në Time Center. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët. Do të vazhdojmë me të tjera aktivitete, sepse deri në datën 31 gusht ne vazhdojmë me kampin veror, siç e dini, dhe nga data 1 shtator na pret një tjetër sezon i ri akademik. Na pret një tjetër sezon i ri akademik me ciklin qerdhe, kopsh, parashkollor, programin e studimit passhkollor, kurset profesionale gjuhë e huaja, informatik, arte, sporte, artim e tjerë, dhe me bashkëpunimin e prindërve nga viti në vit dhe nga dita në ditë dhe nga muaj në muaj, do mundohemi gjithmonë të sjellim më të mirën. Për ata dhe të vetmit, dritën e syrit, besimin tuaj, të panegociueshmit tanë, nxënësit dhe fëmijët tanë. Faleminderit dhe miru takoshim në të tjera aktivitete.